Ngrohja e motit ka vendosur në punë edhe teatrin e Gostivarit, i cili për këtë vit po përgatit gjithsej 5 shfaqje, ndërsa 2 prej tyre tashmë janë në proces. Kështu bëri të ditur drejtori i teatrit të Gostivarit Sulejman Rushiti, i cili tha se për rreth një muaj e gjysmë pritet që artëdashësit të shohin të ngjitura në skenë premierat e shfaqjeve të para, e që janë njëra në gjuhën shqipe me titull Cilindri, që vjen në regji të Afërdita Nuhijit, si dhe tjetra Maniak, që vjen në gjuhën maqedonase në regji të Leonora Teova. Për momentin jemi në proces me 2 shfaqje, njëra që ka filluar më herën pra në gjuhën shqipe, që është Cilindri nga Eduardo De Filippo dhe në regji të Afërdita Nuhijit. Dhe tjetra që fillon sot me provën e parë, është shfaqja në gjuhën maqedone, Maniak nga Ratko Bjelqić, një autor kroat. Domethënë, këto janë 2 shfaqje që priten së shpejti, domethënë një muaj e diçka, një muaj e gjys, që të shohin skenën, premierën, dhe pastaj gjatë vitit besojmë se do të rumbullaksojmë edhe 3 projekte të tjera, pra edhe 2 shfaqje për të rritur në gjuhën shqipe dhe 1 shfaqje për fëmijë, domethënë jam në negociata që të gjejmë hapësira dhe mundësi që ta bëjmë për herë të parë këtë vit edhe 1 shfaqje për fëmijë. Drejtori Rushiti thekson se krahas buxheteve të vogla me të cilët disponojnë për përgatitjen e shfaqjeve, nga preokupimet kryesore të teatrit mbeten edhe çështjet e hapësirave. Shpreh optimist nga vizita e fundit e ministrit të kulturës, i cili e vërtetoi se në Gostivar do duhet të punohet në drejtim të sigurimit të hapësirave të institucioneve kulturore. Në kombinim janë disa opsione për të cilat detajet do t'i definojnë grupet e punës që do të formohen enkas për këtë çështje. Edhe takimin e fundit, që mbet pastaj të krijohet edhe grupi punës, unë kam shpreh të gjithë faktorëve, dinjitarëve, pushtetit, autoriteteve të ndryshme lokale, qendrore, idetë se si mund të zgjidhet jo vetëm çështja e teatrit, por gjithë institucioneve kulturore. Lajmi i mirë është se vetë ministri pohoi me zë dhe figurë që kanë nevojë institucionet kulturore që veprojnë në Gostivar, pra që janë institucione nacionale, për të patur zgjidhje të çështjeve të hapësirave, me theks që teatri, me që natyra e punës së teatrit ka nevojë për më shumë hapësira, për shkak hapësira edhe përcjellëse, jo vetëm skena. Kështu që të gjithë janë të informuar, të gjithë janë një zëri se duhet të gjendet zgjidhja dhe tash besoj se do punojmë të gjithë për zgjidhjen sa më të mirë, që të gjithë institucionet kulturore të kenë hapësirat e përshtatshme minimale për të vepruar normalisht. Teatri i Gostivarit ka arritur që me burime njerëzore të jetë mirë i përgatitur, ndonse është ende i ri që nga koha e themelimit. 37 është numri i përgjithshëm i të punësuarve në këtë institucion, ndërsa 11 prej tyre janë aktor. Drejtori Sulejmani njofton se për të ardhmen mbetet që të rritet edhe numri i aktorëve, ndërsa të punësuarit e tjerë janë të mjaftueshëm.